Para se të fillojmë këtë histori të jashtëzakonshme, dua t'ju bëj një pyetje. Çfarë do të bënit ju nëse do të gjendeshin në vendin e këtij shqiptari? A do të ndihmoni dikë që nuk e njihni? Edhe nëse kjo do t'ju kushtonte kohë dhe mundim? Shkruani në komente mendimin tuaj, sepse kjo histori do t'ju bëjë të rimensoni çdo vendim që keni marrë ndonjëherë. Dhe mos harroni të na tregoni, si do të reagonit ju nëse zbulonit që dikush ju ka testuar fshehurazi për muaj të tërë. Dimri zviceran kishte zbritur si një mbulesë e bardhë mbi qytetin e Lucernit. Era e ftohtë nga liçeni i 4 kantoneve depërtonte nëpër rrugët e ngushta të qytetit të vjetër, duke i bërë turistët e pakët që guxonin të dilnin jashtë të mbështilleshin më fort në pallto. Ishte një mëngjes dhjetori, kur dielli mezzi depërtonte nëpër erën e dendur që mbulonte qiellin dhe termometri tregonte -5 gradë. Arbeni Krasniqi, një burr 35 vjeçar nga Prishtina, ecte me hapa të shpejt nëpër Bahnhofstrasse, rrugën kryesore që shpinte drejt stacionit të trenit. Ishte veshur me xhaketën e tij të zezë të punës, një çantë shpine në sup dhe në duar mbante një kuti të madhe karton plot me mjete ndërtimi. Punonte si ndërtimtar në një kompani zvicerane që merrej me rinovimin e shtëpive të vjetra, dhe ky mëngjes nuk ishte ndryshe nga të gjithë të tjerët. Zgjohesh në 6, merr trenin në 7 dhe fillon punën në 8. Por kjo ditë do të ishte ndryshe, shumë ndryshe. Ndërsa afrohej te kthesa që shpinte drejt urës së kapelbryke, vëmendjen e Arbenit e tërhoqi një figurë e vogël e mbështjell në një pallto gri të vjetër që po përpiqej të hidhte një qese plehrash në një kontenjer të lartë metalik. Gruaja dukej shumë e moshuar. Flokët e saj të bardha dilnin nga një shall i thurur me dorë dhe duart e saj të dridhura mezi mbanin peshën e qeses. Arbeni ndaloi për një moment. Në mendje i kaluan detyrat e ditës, takimi i parë në kantier, shefi që nuk duronte vonesa, por diçka më e fortë se koha dhe detyrimet e punës e shtyu të afrohej. Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Tha Arbeni në gjermanishtën e tij të thyer, duke u afruar me hapa të kujdesshëm. Gruaja u kthye me ngadaj. Fytyra e saj ishte e rrudhum nga koha dhe përvoja, por sytë e saj të kaltër mbajtën një shkëlqim të pazakont kur takuan sytë e Arbenit. Ajo buzëqeshi lehtë, por nuk tha asgjë menjëherë. Vetëm e pa atë me një shprehje që ishte njëkohësisht mirënjohëse dhe diçka tjetër, diçka që Arbeni nuk e kuptoi atë moment. "Oh, danke junger Mann", tha gruaja me një zë të butë për të qartë. "Diese Tasche ist zu schwer für mich." Arbeni e mori qesen nga duart, e hodhi me lehtësi në kontenjer dhe u kthye te gruaja. "Është mirë, është punë e vogël", tha ai në shqip pa e menduar, pastaj u korrigjua. "Keine problem." Gruaja vazhdoi ta shikonte me ato sy të kaltër që dukej se po lexonin më shumë se sa thjesht një fytyrë. "Ju nuk jeni nga këtu apo jo?" pyeti ajo në gjermanisht. "Jo, nga Shqipëria", u përgjigj Arbeni duke buzëqeshur. "Kam 3 vjet që jetoj këtu." "Shqipëria", përsëriti gruaja sikur po përtynte fjalën. "Vend i bukur. Kam dëgjuar shumë për popullin shqiptar. Thonë se kanë zemër." Arbeni u trondit lehtë nga kjo shprehje. Nuk ishte mësuar që zviceranët të flisnin kaq hapur, veçanërisht për vendet e Ballkanit. "Faleminderit", tha ai thjesht. Gruaja preku lehtë mëngën e tij me dorën e saj të dridhur. "Si quheni?" Arben Krasniqi." "Un jam Frau Müller, Elizabeth Müller", tha gruaja. "Jetoj në këtë qytet prej 80 vjetësh. Kam lindur këtu, kam rritur fëmijët këtu dhe me sa duket do të vdes këtu." Një valë trishtimi kaloi nëpër fjalët e saj dhe Arbeni ndjeu një dhimbje të çuditshme në zemër. Kjo grua, kaq e moshuar dhe e vetmuar, i kujtonte gjyshen e tij që kishte vdekur kur ai ishte fëmijë. Ajo gjithashtu kishte atë shprehje kur fliste për jetën, një përzierje dinjiteti dhe vetmie. "Unë duhet të shkoj në punë", tha Arbeni duke parë orën. Ishte tashmë 7:30. "Por a jeni mirë? A keni nevojë për diçka tjetër?" Frau Müller tundi kokën ngadalë. Jo, ju keni bërë shumë tashmë. Shkoni në punë, djali mirë." Arbeni filloi të largohej, por pas pak hapash u kthye. Gruaja ishte ende atje, duke e parë duke u larguar, sikur po e memorizonte fytyrën e tij. Ai i bëri me dorë dhe ajo ju përgjigj me të njëjtën gjest, ngadalë dhe me kujdes. Gjatë gjithë ditës në kantier, Arbeni nuk mundi ta nxirrte nga mendja atë takim. Diçka në mënyrën se si Frau Müller e kishte shikuar, në pyetjet që kishte bërë, në atë shprehje enigmatike në sytë e saj.
por e hodhi poshtë si një ndjenjë kalimtare. Në fund të fundit, Zvicra ishte plot me pleq të vetmuar që jetonin vetëm dhe që kishin nevojë për ndihma të vogla her pas here. 2 ditë më vonë, Arbeni po shkonte sërish në punë, në të njëjtën orë, në të njëjtën rrugë, dhe atje, saktësisht në të njëjtin vend, ishte Frau Müller. Kësaj radhe po përpiqej të mbante një ombrell që era po ja këputte nga duart, ndërsa në dorën tjetër mbante një qese me blerje. Frau Müller, thirri Arbeni, duke vrapuar drejt saj. Gruaja e pa dhe buzëqeshi, sikur po priste që ai të shfaqej. Ah, Herr Krasniqi, sa rastësi e bukur. Arbeni ja mori ombrellën nga dora dhe e mbajti mbi të dyve. Pse jeni këtu me këtë motë? Është shumë ftohtë. Duhet të blej bukë çdo ditë, tha ajo thjesht, dhe doktorët thonë që duhet të eci, për shëndetin. Arbeni vështroi qesen e saj të blerjes. Nuk ishte e rëndë, por për një grua në moshën e saj, çdo peshë ishte sfidë. A mund t'ju shoqëroj deri në shtëpi? Pyeti ai. Frau Müller nguroi për një moment, duke e studiuar fytyrën e tij. Pastaj tha: "Nuk doni të vonoheni në punë? Për dikë që ka nevojë për ndihmë, mund të vonohem 10 minuta", tha Arbeni me një buzëqeshje. Ata ecën ngadalë nëpër rrugët e lagura nga bora e shkrirë. Frau Müller jetonte në një ndërtesë të vjetër, peskatshe, në anën lindore të qytetit të vjetër. Ndërtesa kishte një arkitekturë tradicionale zvicerane, me dritare të mëdha druri dhe balkon të zbukuruar me skulptura prej druri. "Kati i tretë", tha ajo duke e parë shkallët me një shprehje lodhje. Arbeni pa që nuk kishte ashensor. "Hajde, të ngjitem bashk", tha ai, duke marrë qesen prej saj. Ata u ngjitën ngadalë, hap pas hapi. Frau Müller mbështetej në parmakun e shkallëve, duke marrë frymë thellë çdo 2-3 shkallë. Kur arrite në pratin e tretë, ajo nxori çelsat me duar të dridhura dhe hapi derën e një apartamenti të vogël. "Faleminderit shumë, Herr Krasniqi", tha ajo, "ju jeni shumë i sjellshëm." "Asnjë problem", tha Arbeni, "kujdesuni për veten." Ndërsa zbriste shkallët, ai ndjen sërish atë ndjenjë të çuditshme, 2 herë në të njëjtën javë, në të njëjtin vend, në të njëjtën orë. A ishte vërtet rastësi? Por jeta e tij vazhdoi si zakonisht. Puna në kantier ishte e rëndë, dysheme që duheshin riparuar, mure që duheshin suvatuar, dyer që duheshin ndërruar. Zvicra paguante mirë, por kërkonte punë të palodhur dhe cilësi të lartë. Arbeni kishte ardhur këtu me ëndra të mëdha, të kursente para, të ndërtonte një shtëpi në Prishtinë, ndoshta të hapte biznesin e vet. Por si të gjithë emigrantët, ai kishte mësuar që ëndrat kërkojnë sakrifica. Një javë më vonë, ndërsa po afroi sërish tek ajo rrugë, Arbeni e pa Frau Müller duke qëndruar në të njëjtin vend, por kësaj radhe ajo nuk ishte duke bërë asgjë. Thjesht po rinte atje, e mbishtiellur në pallton e saj duke shikuar njerëzit që kalonin. Kur e pa Arbenin, fytyra i ndriçoi. "Herr Krasniqi, sa mirë që ju pash." "Frau Müller, çfarë bëni këtu me këtë të ftohtë?" pyeti Arbeni, duke ndjekur shqetësim të vërtet. "Prisja dikë", tha ajo thjesht. "Kë?" ajo buzëqeshi misteriozisht. "Ju." Arbeni u trondit. "Mua?" "Po, kam një favor për t'ju kërkuar." Arbeni ndjeu një përzierje kurioziteti dhe shqetësimi. "Çfarë lloj favori?" pyeti ai, duke përpjekur të mbante tonin e zakonshëm. Frau Müller e shqikoi me ato sy të saj të kaltër, që duken se shkonin më thellë se çdo fjalë. "Apartamenti im ka një çezmë që rrjedh. Kam thirrur hidraulikun 3 herë, por ai nuk vjen kurrë. Thonë se jam shumë e vjetër dhe që nuk ja vlen të merren me punë të vogla. Ju punoni në ndërtim apo jo? Mund ta shikoni?" Arbeni hezitoni. E dinte që nëse vonohej më shumë në punë, shefi do të zemërohej. Por diçka në shprehjen e kësaj gruaje, në mënyrën se si e kishte pritur, e bëri të thoshte: "Sot nuk mund, por nesër është e shtunë, mund të vi në mëngjes para se të filloj punët e mia." Fytyra e Frau Müller u ndriçua. Faleminderit shumë. Nuk e di si t'ju falenderoj." "Nuk ka nevojë", tha Arbeni. "Nesër në 9 do t'jetë perfekte." Atë natë, Arbeni nuk fjeti mirë. Ëndërroi gjyshen e tij, që i thoshte: "Kur ndihmon dikë, ti po ndihmon Zotin." Ishte një frazë që e kishte dëgjuar shpesh në fëmijëri, por që e kishte harruar me vitet. Tani, në këtë vend të huaj, ajo kthehej si një hon e largët.
Të shtunën në mëngjes, Arbeni u zgjua më herët se zakonisht. Përgatiti çantën e tij me vegla, një çelës anglez, një çelës shimshir, disa goma dhe ngjitës për tuba. Doli nga apartamenti i tij i vogël në lagjen Kriens, ku jetonte me qira, dhe mori autobusin drejt qendrës së qytetit. Kur arriti tek ndërtesa e Frau Müller, ora ishte saktësisht 9. Ai trokiti në derë dhe gruaja e hapi pothuajse menjëherë, sikur kishte qenë duke pritur pas dere. "Mirë se vini, Herr Krasniqi," tha ajo, duke hapur derën plotësisht. Arbeni hyri në një apartament që ishte ndriçuar nga drita e butë e mëngjesit që depërtonte nëpër dritaret e mëdha. Ishin 3 dhoma të vogla, të mobiluara me mobilje të vjetër, por të mirëmbajtur. Në mure vareshin fotografi të bardha e zi, një burr i ri në uniformë ushtarake, një grua e re duke mbajtur një fëmijë, fotografi dasme, fotografi familjare. Jeta e tërë e Frau Müller ishte aty, e shtrimer në ato mure. "Çezma është në kuzhinë," tha gruaja, duke udhëhequr atë. Kuzhina ishte e vogël, por e pastër, me pllaka të bardha keramike dhe dritare që jepte në një obor të brendshëm. Çezma e lavamanes kishte një pikëllim të vazhdueshëm, një pik çdo 2 sekonda, që bënte një tingull monoton në heshtjen e apartamentit. Arbeni u përkul dhe e kontrolloi. "Është gomja e brendshme, e ka me vete, do të zjas 10 minuta." Ndërsa ai punonte, Frau Müller qëndroi në prag, duke e parë me vëmendje. "Nga cila pjesë e Shqipërisë vini?" pyeti ajo. "Nga Prishtina, Kosova." "Ah, Kosova," tha ajo me një ton që tregonte njohuri. "Kam lexuar shumë për luftën atje. Ishte e tmerrshme." "Isha fëmijë atëherë," tha Arbeni, duke vazhduar punën. "Por po, ishte e tmerrshme. Familja ime u zhvendos në fshat për 2 vjet. Kur u kthyem, shtëpia jon ishte e djegur gjysëm." Frau Müller ju afrua dhe ul në një karrige të kuzhinës. "Dhe prindrit tuaj, ku janë tani?" "Në Prishtinë. Babai është pensionist, nëna punon si mësuese. Kam edhe një motër, është martuar dhe jeton në Gjermani." "Dhe ju jeni këtu vetëm?" "Po," tha Arbeni, duke shtrënguar çelsin për ta siguruar gomën e re. "Por nuk është keq. Punoj, kurse i para, dhe një ditë do të kthehem." "Çfarë do të bëni kur të ktheheni?" Arbeni ndaloi për një moment dhe e pa gruan. "Dua të hap një kompani ndërtimi, diçka të vogël në fillim, por të ndershme. Ka shumë punë në Kosovë. Njerëzit po ndërtojnë shtëpi të reja, por renovojnë të vjetrat. Dua të jem pjesë e asaj rindërtimi." Frau Müller buzëqeshi. "Një ëndër e bukur, dhe gjithë nderi që po punoni për ta realizuar." Arbeni përfundoi punën dhe e hapi çezën. Uji rrjedhte pas një pikëllim. "Gata," tha ai duke u ngritur. "Nuk do të ketë më probleme." "Sa ju detyrohem?" pyeti Frau Müller duke ngritur një kule të vogël lëkure. "Asgjë," tha Arbeni shpejt. "Ishte punë 10 minutash." "Por ju patët kohën tuaj." "Frau Müller," e ndërpreu Arbeni me butësi. "Ku unë jam rritur, ne nuk paguajmë për të ndihmuar fqinjët. Është e natyrshme." Gruaja e pa për një kohë të gjatë dhe Arbeni pa diçka në sytë e saj, një njol loti që nuk ra. "Ju jeni njeri i rrallë, Herr Krasniqi, shumë i rrallë." Ndërsa Arbeni po largohej, Frau Müller e thirri. "Herr Krasniqi, a ju kthye? A do të më bëni një favor tjetër?" Arbeni ndjeu një val lodhjeje, por buzëqeshi. "Çfarë favori?" "Javën tjetër është ditëlindja e nipit tim. Ai jeton në Zuri dhe nuk mund të vijë. Doja t'i dërgoja një pako, por posta është shumë larg për mua. A mund ta çoni ju për mua një ditë?" "Sigurisht," tha Arbeni. "Kur ta keni gati, më thoni." Kur doli nga ndërtesa, Arbeni ndjeu një përzierje të çuditshme ndjenjash. Ishte i lumtur që kishte ndihmuar, por ndërkohë pyeste veten nëse kjo grua po fillonte të mbështetej shumë tek ai. Nuk kishte asgjë të keqe në këtë, por ai kishte një jetë të zënë, punë që kërkonte kohë, dhe një vetmi që nganjëherë e lodhte më shumë se çdo punë fizike. Por jeta kishte planet e saj, dhe planet e Frau Müller ishin të fshehura ende, duke u thurur në errësirë si një rrjet që ngadalë, shumë ngadalë, po e rrethonte Arbenin.
2 javë më vonë, Arbeni kishte quar pakon një post, kishte ndihmuar Frau Müller të transportonte një karrige të vjetër nga bodrumi në apartament dhe i kishte shoqëruar deri tek doktori një mëngjes kur ajo kishte kontroll rutin. Çdo herë, gruaja e falenderonte me një buzëqeshje që ishte njëkohësisht e ngrohtë dhe e largët, sikur po mbante një fshehtësi që nuk mund ta ndante. Një ditë, ndërsa Arbeni po pinte kafe me kolegët e tij zviceran në kantier, një prej tyre, një burr i moshuar që quhej Hans, pyeti: "Ku ke qenë javën e kaluar? Të pash duke dal nga qendra e vjetër me një grua plak." "Ah, ajo është Frau Müller," tha Arbeni, "një fshinje e vjetër, po e ndihmoj me gjërat vogla." Hansi e pa me kureshtje. "Frau Müller? Elisabeth Müller?" "Po, e nje?" Hansi tundi kokën. "Jo personalisht, por e di kush është. Ajo ka jetuar këtu gjithë jetën. Burri i saj ishte bankier i njohur, vdiq para 10 vjetësh. Pse po e ndihmon?" Arbeni u hutua nga pyetja. "Sepse ka nevojë për ndihmë, pse të mos e ndihmoj?" Hansi buzëqeshi dhe tundi kokën. "Ti je i çuditshëm, Arben. Këtu në Zvicër çdo gjë ka një çmim. Njerëzit nuk bëjnë asgjë pa pritur diçka në shkëmbim." "Atëherë unë nuk jam zviceran," tha Arbeni me një buzëqeshje, por fjalët e Hansit mbetën në mendjen e tij. Apo priste Frau Müller diçka në shkëmbim? A ishte ai duke e ndihmuar me zemër të pastër, apo kishte diçka më shumë pas gjithë kësaj? Në fundin e muajit janar, Lucerni u mbulua me një dëbor të re, më e trashë se kurrë. Rrugët u bën të rrëshqitshme dhe njerëzit esnin me kujdes, të friksuar nga rrëzimi. Arbeni kishte një ditë pushimi dhe vendosi të qëndronte në shtëpi, të lexonte një libër dhe të pinte çaj të ngrohtë. Por në orën 5 pasdite, telefoni i tij celular ra. Ishte një numër që nuk e njihte. "Herr Krasniqi?" tha një zë i panjohur. "Këtu është doktor Schneider nga Spitali Kantonal. Ju njihni Frau Elisabeth Müller?" Zemra e Arbenit u ndal për një moment. "Po, çfarë ka ndodhur?" "Ajo është rrëzuar në shkallë dhe ka thyer kyçin e këmbës. E kanë sjell me ambulancë. Ajo po kërkon për ju. Mund të vini?" Arbeni nuk e mendoi 2 herë. "Vi menjëherë." Spitali Kantonal i Lucernit qëndronte në një kodër të lehtë në pjesën perëndimore të qytetit, një ndërtesë moderne me fasadë prej qelqi dhe betoni që kontrastonte me arkitekturën tradicionale të qytetit të vjetër. Kur Arbeni arriti, mëngjesi kishte zbritur tashmë dhe dritat e spitalit ndriçonin në errësirën e hershme të dimrit. Ai vrapoi drejt recepcionit, ku një infermiere e re me sy të lodhur e udhëzoi drejt katit të 4 në repartin e ortopedisë. Korridoret ishin të bardha, të pastra dhe të heshtur, me atë erë karakteristike spitali që përziente dezinfektuesin me diçka të pashprehur, vuajtje, shpresë, frikë. Dhoma e Frau Müller ishte në fund të korridorit. Arbeni trokiti lehtë dhe hyri. Gruaja ishte shtrirë në shtrat, këmba e djaste saj e ngjitur në pajisje dhe fytyra e saj më e zbehtë se kurrë. Por kur e pa Arbenin, syt i ndriçuan. "Herr Krasniqi," tha ajo me zë të dobët. "Erdhi." Arbeni ju afrua dhe ul në karriken pranë shtratit. "Frau Müller, çfarë keni bërë? Si ndodhi?" "Isha duke zbritur shkallët për të hedhur plerat," tha ajo. "Ishin të rrëshqitshme nga bora. Këmba më rrëshqiti dhe rash. Dikush thirrri ambulancën." "Duhet të më kishi telefonuar," tha Arbeni me një ton qortues por të butë. "Do t'i kisha hedhur unë plerat, psi nuk më thirrtët?" Frau Müller buzëqeshi lehtë. "Nuk doja t'ju shqetësoja, ju punoni shumë. Ju jeni në spital për shkak të kësaj mendjeje të fortë," tha Arbeni. "Sa kohë do të qëndroni këtu?" "Doktori thotë se 3 ditë, pastaj do të më dërgojë në shtëpi me paterica, por për 6 javë nuk do të mund të ecë normalisht." Arbeni ndjeu një peshë në bark. 6 javë. Si do të merrte vesh vetë kjo grua? "A keni dikë? Fëmijë, familje që mund të vi?" Frau Müller tundi kokën ngadalë. "Djali im jeton në Australi. Punon atje si inxhinier. Ka familjen e tij. Nuk mund të vi çdo herë që kam nevojë. Dhe nipi im në Zyrich është i zënë me punën e tij. Por duhet të ketë dikë." "Ka.
e ndërpreu ajo, duke e parë në sy. Ka ju. Arbeni u trondit. Unë? Por unë punoj gjithjavën, nuk mund. Nuk po ju kërkoj të lini punën, tha Frau Müller me butësi. Por ndoshta mund të më vizitoni her pas here, të më sillni blerjet, të më ndihmoni me gjëra të vogla, për 6 javë. Arbeni e shikoi këtë grua të vogël, të dobët, që kishte vetëm atë sy plot shpresë dhe dinjitet, dhe ndjeu diçka të thyhet brenda tij. Si mund të thoshte jo? Mirë, tha ai më në fund. Do t'ju ndjemoj, por me një kusht. Çfarë kushti? Nëse keni nevojë për diçka, më telefononi. Mos u përpiqni të bëni gjëra që nuk mund. Premtoni? Frau Müller shtrëngoi dorën e tij me duart e saj të dridhura. Premtoj. Gjatë 3 ditëve të ardhshme, Arbeni e vizitoi Frau Müller çdo ditë pas pune. U asillte fruta, gazeta dhe her pas here një copë çokoladë zvicerane që ajo e donte. Ato biseda në dhomën e spitalit zbuluan më shumë për jetën e kësaj gruaje se sa Arbeni kishte imagjinuar. Frau Elisabeth Müller ishte lindur në vitin 1943, në mes të luftës së dytë botërore. Zvicra kishte qëndruar neutrale, por edhe aty kishte pasur frikë, pasiguri dhe mbijetesë të vështirë. Ajo kishte rritur me një atë që punonte si zejtari dhe një nënë që qëndiste në shtëpi. Kishte përfunduar shkollën dhe në moshën 20 vjeç ishte martuar me Werner Müller, një burr të ri ambicioz që punonte në bankë. Ai ishte gjëja më e bukur që më kishte ndodhur, tregoi ajo një mbrëmje, ndërsa drita e fundit e diellit depërtonte nëpër dritaren e dhomës së spitalit. Werner ishte i butë, por i vendosur. Punonte ditë e natë për të siguruar një jetë të mirë për mua dhe për fëmijët tanë. Patëm 2 djem, Klaus dhe Martin. Klaus ishte ai që shkoi në Australi. Martin vdiq në një aksident makine kur ishte 25 vjeç. Zëri i saj u thye dhe Arbeni pa lotët që mbushnin sytë e saj të vjetër. Ai nuk e dinte çfarë të thoshte. Sa dhimbje mund të mbante një zemër e vetme. Më vjen shumë keq, tha ai më në fund. Jeta është e mbushur me humbje, vazhdoi Frau Müller, duke fshirë syt me një shami të bardhë. Por edhe me dhurata, ju jeni një dhurat, Herr Krasniqi. Ndoshta nuk e dini, por jeni. Arbeni nuk e kuptoi plotësisht atë që ajo po thoshte, por ndjeu peshën e fjalëve të saj. Kur Frau Müller u lirua nga spitali, Arbeni shkoi me makinë të huazuar nga një koleg për ta marrë. Ajo u ul në sediljen e pasme me kujdes, këmbë e saj e gipsuar, e shtrirë dhe paterica pranë saj. Gjatë gjithë rrugës drejt shtëpisë, ajo qëndroi e heshtur, duke shikuar nga dritarja qytetin që kishte qenë shtëpia e saj për 80 vjet. A mendoni ndonjëherë për vdekjen? Pyeti ajo papritur. Arbeni, që po drejtonte me kujdes nëpër rrugët e rrëshqitshme, u befasua nga pyetja. Her pas here, tha ai, por jo shpesh, jam ende i ri. Kur je i vjetër, tha ajo, vdekja nuk është më një opsion i largët, është një fqinj që e di se do të trokas së shpejti, dhe pyetja nuk është nëse do të vi, por si do ta gjeje kur të vi. Arbeni nuk e dinte çfarë të thoshte. Ju jeni ende këtu, tha ai më në fund, dhe do të jeni për shumë kohë. Frau Müller buzëqeshi. Ju jeni optimist. Kjo është një cilësi e bukur. Kur arritën tek ndërtesa, Arbeni e ndihmoi të ngjitet shkallët hap pas hapi, duke e mbështetur me kujdes. Ishte një proces i ngadalshëm dhe i lodhshëm, por ata ja dolën. Në apartament, ai e ndihmoi të ulet në koltukun e saj të preferuar pranë dritares dhe i vendosi një karrige të vogël nën këmbë për ta mbajtur të ngritur. Çfarë keni nevojë nga dyqani? Pyeti ai. Ajo i dha një listë të shkruar me dorë, bukë, qumësht, fruta, perime dhe disa artikuj të tjerë. Arbeni shkoi në dyqanin më të afërt dhe bleu gjithçka. Kur u kthye, e gjeti Frau Müller duke shikuar nga dritarja, e humbur në mendime. A jeni mirë? Pyeti ai. Po, tha ajo, duke u kthye drejt tij. Thjesht po mendoja sa fat kam që ju takova. Arbeni filloi të vendoste gjërat në frigorifer dhe në sirtarët e saj. Unë jam ai që kam fat, tha ai. Ju më mësuat shumë për Zvicrën, për historinë, për jetën. Çfarë kam mësuar? Pyeti ajo me kuriozitet. Që moshat nuk ka rëndësi, që dinjiteti është më i rëndësishmi,
që edhe në dhimbje, njerëzit mund të ruajnë bukurinë e tyre të brendshme. Frau Müller e pa për një kohë të gjatë. Ju keni një shpirt të bukur, Herr Krasniqi, prindrit tuaj duhet të jenë shumë krenar. Gjatë javëve të ardhshme, Arbeni u bë një prezencë konstante në jetën e Frau Müller. Çdo mëngjes përpara punës, ai I hidhte një telefon për të pyetur si kishte kaluar natën. Çdo pasdite pas punës, ai I bënte një vizitë të shpejtë për të kontrolluar nëse kishte nevojë për diçka. Të shtunat, ai kalonte disa orë duke bërë pastrim, duke larë rroba dhe duke bërë blerje. Kolegët e tij filluan ta vërenin ndryshimin. Hans e pyeti një ditë: "Ti po e shëndron atë grua në punë të dytë?" "Pse?" "Sepse ka nevojë," tha Arbeni thjesht. "Por ku janë fëmijët e saj, familja e saj?" "Larg, ose të vdekur." Hans tundi kokën. "Ti je I çmendur, po humbet kohën tënde, energjinë tënde, dhe për çfarë? Ajo do të vdes shpejti gjithsesi." Arbeni e pa me një shprehje të ashpër. Ndoshta pikërisht për këtë arsye duhet ta ndihmoj, që të mos vdes duke u ndjerë e braktisur. Hans ngrigji duart në dorëzim. Mirë, ti bën çfarë të duash, por mos u anko kur të mërzitesh." Por Arbeni nuk u mërzit. Në fakt, ato momente me Frau Müller filluan të bëheshin pjesa më e rëndësishme e ditës së tij. Ajo I tregonte histori nga e kaluara, për Zvicrën gjatë luftës, për jetën në vitet 50 dhe 60, për ndryshimet që kishte parë në 80 vjet jetë. Arbeni dëgjonte me vëmendje, duke mësuar jo vetëm për historinë, por edhe për jetën. Një ditë, ndërsa Arbeni po e ndihmonte të bënte dush, një proces I vështirë me këmbën e gipsuar, Frau Müller tha: "Herr Krasniqi, dua t'ju bëj një pyetje personale." "Pyesni," tha Arbeni duke mbajtur paterica ndërsa ajo ulej në karrigen e dushit. "Pse nuk jeni martuar? Jeni një burr I bukur, I mirë, punëtor. Çdo vajzë do t'ishte me fat t'ju kishte." Arbeni buzëqeshi trisht. "Kisha një të dashur në Prishtinë, planifikonim të martoheshim, por kur erdha këtu gjërat ndryshuan. Ajo donte që unë të kthehesha menjëherë, unë doja të qëndroja disa vjet për të kursyer para. Në fund, ajo u martua me një tjetër. Dhe ju, ende e doni?" Arbeni hezitoi. "Jo, tani jo, por në ato kohë më dogji shumë. Për një vit nuk fola me askënd, thjesht punoja dhe vija në shtëpi. Nuk doja të njoh askënd, të mos lidhe me askënd. Dhe tani? Tani jam mirë, kam miqtë e mi, punën time dhe ju." Frau Müller buzëqeshi. "Një plak e vjetër si unë nuk është shoqëri e mirë për një të ri si ju." "Gaboheni," tha Arbeni. "Ju jeni shoqëria më e mirë që kam pasur në Zvicër." Atë natë, ndërsa Arbeni po kthehej në shtëpi, telefoni I tij ra. Ishte Klaus, djali I Frau Müller, nga Australia. "Herr Krasniqi," tha një zë I thellë me theks anglez. "Jam Klaus Müller. Nëna ime më ka dhënë numrin tuaj. Doja t'ju falenderoj për gjithçka që po bëni për të." Arbeni u befasua. "Nuk ka nevojë të më falenderoni, po bëj atë që do të bënte çdo person." "Jo," tha Klaus me vendosmëri. "Jo çdo person. Kam jetuar në shumë vende, kam takuar shumë njerëz. Ajo që po bëni ju është e rrallë, shumë e rrallë. Doja t'ju ofroj kompensim për kohën tuaj." "Jo," tha Arbeni menjëherë. "Nuk po bëj këtë për para." "Atëherë, pse e bëni?" Arbeni mendoi për një moment. "Sepse nëna juaj më kujton gjyshen time, sepse e kuptoj se çfarë do të thotë të jesh I vetëm në një vend të huaj, dhe sepse më bën të ndihem njeri I mirë." Klaus qëndroi heshtur për një moment. "Jeni një person I pazakont, Herr Krasniqi. Nëna ime ka fat që ju takoj. Nëse ka diçka që mund të bëj për ju, mos nguroni të më thoni." Pas atij telefoni, Arbeni ndjeu një ngrohtësi të çuditshme, por edhe një pyetje që filloi të rrinte në mendje. Pse Frau Müller I kishte dhënë numrin e tij djalit? A ishte vetëm për ta falenderuar apo kishte diçka më shumë? Marsi erdhi me një ngrohtësi të lehtë që filloi të shkrinte borën e grumbulluar në rrugët e Lucernit. Pemët filluan të lëshonin filizat e para të gjelbër dhe ajri filloi të mbushej me një aromë të re, aromë shprese dhe rilindje. Frau Müller kishte nxjerr gipsin dhe tashmë po ecte me paterica, ngadalë por me vendosmëri.
Një pasdite të shtune, ndërsa Arbeni po e ndihmonte me blerjet, ajo tha: "Her Krasniqi, kam një projekt të vogël." "Çfarë projekti?" pyeti Arbeni duke vendosur qeset në tavolinën të kuzhinës. "Bodrumi im është plot me gjëra të vjetra, mobilje që nuk përdoren më, kuti me rroba, dokumente, dua t'i organizoj, por nuk mund ta bëj vetëm. A do të më ndihmoni?" Arbeni pa orën. Ishte 3 pasdite. "Sigurisht, mund të fillojmë tani." Ata zbritën në Bodrum, një hapësirë e madhe e errët me tavan të ulët dhe rjeta që vareshin nga qoshet. Arbeni ndezi dritën, një llampë dobët që mezi ndriçonte hapësirën. Bodrumi ishte vërtet plot, mobilje të mbuluara me çarçaf, kuti karton të grumbulluara, portrete të vjetra që vareshin në mur. "Nga të fillojmë?" pyeti Arbeni. "Nga kutit," tha Frau Müller, duke treguar një grumbull kutish në qoshe. "Dua t'i kontrolloj dhe të hedh ato që nuk më nevojiten." Ata filluan të punojnë. Çdo kuti ishte një udhëtim në të kaluarën. Letra dashurie mes Frau Müller dhe Werner, fotografi nga pushimet, certifikata shkollore të djemve, fatura të vjetra, gazeta të verdhura. Arbeni e kuptoi se çdo kuti ishte një pjesë e historisë së kësaj familjeje. Në një nga kutit, Arbeni gjeti një zarf të madh të mbyllur me një vul dylli të kuqe. "Çfarë është kjo?" pyeti ai. Frau Müller e mori zarfin në duar dhe e shikoi me një shprehje të pazakont. "Këtë e kam lënë Werner përpara se të vdiste. Më tha se mos ta hap derisa të jem gati." "Dhe nuk jeni gati akoma?" Aja tundi kokën. "Jo, edhe 10 vjet më vonë nuk jam gati." Arbeni nuk pyeti më shumë, respektoi heshtjen e saj. Ndërsa vazhduan të punonin, Frau Müller filloi të tregonte më shumë histori. "Werner ishte një njeri mrekullueshëm," tha ajo duke mbajtur një fotografi të tij. "Por kishte edhe anën e tij të errët. Punonte aq shumë sa nganjëherë harronte se kishte familje. Kur Martin vdiq, ai e fajsoi veten. Tha se nëse do të kishte kaluar më shumë kohë me të, Martin do të kishte qenë më i matur, më i kujdesshëm. Kjo e hëngri nga brenda derisa vetë vdiq." "Nuk ishte faji i tij," tha Arbeni. "E di," tha Frau Müller, "por ndonjëherë njerëzit nuk mund ta falsin veten, edhe kur të tjerët i kanë falur." Ato fjalë mbeten me Arbenin. Ai mendoi për veten, për vendimet që kishte marrë, për njerëzit që kishte lënë pas. A kishte edhe ai diçka për të cilën nuk mund të falte veten? Pas disa orësh pune, ata përfunduan. Bodrumi tani dukej më i organizuar, kutit të renditura në rafte, mobiljet të mbuluara me mend. Arbeni ishte i lodhur por i kënaqur. "Faleminderit," tha Frau Müller duke mbështetur dorën e saj në shpatullën e tij. "Nuk e di çfarë do të bëja pa ju." "Do të gjeni dikë tjetër," tha Arbeni me një buzëqeshje. "Jo," tha ajo me seriozitet. "Nuk do të gjeja. Ju jeni i veçantë." Atë natë, ndërsa Arbeni po flinte, ëndroi diçka të çuditshme. Ishte në bodrumin e Frau Müller, por kësaj radhe bodrumi ishte i zbrazët, përveç një zarfi të madh të në mes të dyshemes. Kur e hapi zarfin, brenda ishte një pasqyrë, dhe në pasqyrë ai pa jo veten, por Werner Müller, duke e parë me një shprehje që ishte njëkohësisht e trisht dhe e kënaqur. Ai u zgjua me djersë të ftohtë. Ishte ora 3 e mëngjesit. Nuk mundi të flinte më. Ditët kalonin, dhe lidhja mes Arbenit dhe Frau Müller po bëhej gjithnjë më e fortë. Por diçka kishte filluar të ndryshonte. Arbeni vuri re se gruaja po e vërente më shumë, mënyrën se si fliste, se si vepronte, se si trajtonte njerëzit e tjerë. Një ditë, ndërsa po ecnin në park, një fëmijë i vogël ra dhe filloi të qante. Arbeni u ndal me një herë, e ndihmoi fëmijën të ngrihej dhe ja pastroi gjuhët e gërvishtur me një pecet të lagur. Nëna e fëmijës e falenderoi me lot në sy. Kur vazhduan të ecin, Frau Müller tha: "Ju e bët atë natyralisht, pa u menduar." "Çfarë?" pyeti Arbeni. "Ndihmën dhe mshurinë, është në natyrën tuaj." Arbeni u ndërgjegjësua. "Apo jo?" Frau Müller buzëqeshi, por nuk tha asgjë. Një javë më vonë, diçka e pazakontë ndodhi. Arbeni po bënte blerje për Frau Müller në një dyqan të vogël pranë shtëpisë së saj, kur shitsi, një burr i moshuar me mjekër të bardhë, pyeti: "Ju jeni ai shqiptari që po ndihmon Frau Müller apo jo?" Arbeni u befasua. "Po, psa?" Burri buzëqeshi. "Asgjë.
thjesht doja t'ju thoja se po bëni një punë të mirë. Ajo është një grua e mirë, e meriton të ketë dikë që kujdeset për të. E njihni? Pyeti Arbeni. Sigurisht, të gjithë në këtë lagje e njohin Frau Müller. Ka jetuar këtu për gjithë jetën. Burri i saj, Werner, ishte një njeri i respektuar, e ndihmonte të gjithë që kishin nevojë. Ato fjali që ndruan Arbenit në mendje. Werner kishte qenë një njeri që ndihmonte të tjerët. Apo e testonte ajo atë për të parë nëse ishte si Werner? Apo kërkonte ajo një pasardhës për vlerat që burri i saj kishte mbajtur? Por kjo ishte vetëm fillimi. Testet e vërteta ishin për të filluar. Një mëngjes, Frau Müller e thirri Arbenin dhe i tha: Herr Krasniqi, kam një favor shumë të madh për t'u kërkuar. Çfarë favori? Pyeti Arbeni, duke ndjerë një shqetësim të lehtë në zë të saj. Djali im, Klaus, do të vijë nga Australia për 5 ditë. Do të qëndroj këtu, por apartamenti im është i vogël dhe nuk ka dhomë për vizitor. A mund të qëndroj ai tek ju për ato ditë? Arbeni u çudite. Tek unë? Por unë kam një apartament shumë të vogël, vetëm një dhomë. E di, tha ajo, por ai nuk ka problem të flejë në kolluk, dhe do të jetë vetëm për 5 ditë. Ju lutem. Arbeni nuk e dinte çfarë të thoshte. Kjo kërkesë ishte e pazakontë, madje e papërshtatshme. Por si mund të thoshte jo pas gjithçkaje që Frau Müller kishte kaluar? Mirë, tha i më në fund. Le të vi. Klaus arriti një javë më vonë. Ishte një burr në të 50-tat, i gjatë, me flok gri dhe një fytyrë që kujtonte shumë nënën e tij. Kur Arbeni e takoi në aeroport, Klaus e përqafoi me një ngrohtësi që befasoi shqiptarin. Faleminderit që pranuat, tha Klaus. E di se është një kërkesë e çuditshme. Nuk ka problem, tha Arbeni. 5 ditët me Klaus ishin një përvojë e pazakontë. Burri ishte inteligjent, i kulturuar dhe shumë i kuriozër për jetën e Arbenit. Ai bëri pyetje pafund për Kosovën, për familjen, për ëndrat, për planet. Arbeni u ndërgjegjësua se po intervistohej, por nuk e kuptoi pse. Një natë, ndërsa po pinin verë të kuqe në balkonin e vogël të Arbenit, Klaus tha: Nëna ime flet shumë për ju. Thot se jeni burri më i mirë që ka takuar në 10 vjet. Arbeni u kuqej. Ajo egzageron. Jo, tha Klaus me seriozitet. Nëna ime nuk egzageron. Ajo është një grua shumë e matur në fjalët e saj. Nëse thot se jeni i mirë, atëherë jeni. Unë thjesht po e ndihmoj, tha Arbeni. Çdo person do të bënte të njëjtën gjë. Klaus e pa për një kohë të gjatë. Jo Arben, jo çdo person, besom. Kur Klaus u kthye në Australi, ai la një zarf për Arbenin. Brenda kishte një letër dhe një çek për 5.000 franga zvicerane. Letra thoshte: Arben, faleminderit për mikpritjen. E di që do ta refuzosh çekun, por të lutem pranoje. Nuk është pagesë për atë që ke bërë për nënën time. Asgjë nuk mund ta paguaj atë, por është një shenjë mirënjohjeje. Përdore për diçka që të sjellë lumturi. Klaus. Arbeni nuk i dinte çfarë të bënte. 5.000 franga ishin para të mëdha, 2 muaj pag për të, por ndihej gabim t'i merrte. Ai shkoi tek Frau Müller dhe ja tregoi. Çfarë duhet të bëj? Pyeti ai. Frau Müller e shikoi çekun dhe pastaj e pa Arbenin. Çfarë të thot zemra? Të refuzoj. Atëherë refuzoje. Por nuk dua ta ofendoj Klausin. Nuk do ta ofendosh, tha ajo. Ai do ta kuptoj, në fakt do ta respektoj edhe më shumë. Arbeni e grisi çekun para syve të saj dhe hodhi në kosh. Frau Müller buzëqeshi. E dija që do të bëje këtë. Si e dinit? Sepse të njoh, Herr Krasniqi, më mirë se sa mendon. Ato fjalë tingëllonin misterioze, por Arbeni nuk pyeti më shumë. Aprilli erdhi me lule të para në park dhe me ditë më të gjata. Arbeni kishte filluar të ndjehej vërtet në shtëpi në Lucern. Kishte miqtë e tij në punë, kishte rutinën e tij dhe kishte Frau Müller, që ishte bërë si një gjyshe për të. Por një ditë, gjithçka ndryshoi. Arbeni erdhi për vizitë dhe i gjeti Frau Müller duke qarë në koltukun e saj. Ishte hera e parë që e shihte duke qarë. Çfarë ndodhi? Pyeti ai duke ulur pranë saj. Kam marrë një letër nga doktori, tha ajo me zë të thyer. Kanë gjetur diçka në analizat e mia të fundit. Duhet të bëj më shumë teste. Zemra e Arbenit u ndal. Çfarë kanë gjetur? Nuk e din akoma, por doktori nuk ishte optimist. Arbeni e mblodhi dorën e saj në duart e tij.
do të jetë mirë, do të shkojmë bashkë te doktori, do të bëjmë testet, dhe pavarësisht nga rezultati, nuk do të jeni vetëm. Frau Müller e pa me sy plot lot. Pse jeni kaq i mirë me mua? Arbeni nuk e dinte çfarë të thoshte. Vetë nuk e kuptonte plotësisht, sepse ju jeni një person i mrekullueshëm dhe sepse askush nuk duhet të kalojë nëpër gjëra të tilla vetëm. Javët e ardhshme ishin një përvojë e vështirë. Teste të shumta, pritje të gjata, ankthi vazhdueshëm. Arbeni shkonte me Frau Müller në çdo takim, ulej pranë saj gjatë çdo analize dhe e mbante dorën gjatë çdo rezultati. Më në fund, doktori dha verdiktin: kancer në fazën e hershme, i operueshëm, por i vështirë. Do të duhet të bëni operacion, tha doktori, dhe pas operacionit, kemoterapi për 6 muaj. Shanset për shërim janë të mira, por procesi do të jetë i vështirë. Frau Müller nuk tha asgjë. Thjesht shikoi nga dritarja e dhomës së doktorit, ku jashtë jetesa e qytetit vazhdonte si zakonisht. Njerëz që ecnin, makina që kalonin, fëmijë që loznin, jeta që nuk ndalonte kurrë, edhe kur bota jote po shembej. Arbeni shikoi ndërmjet doktorit dhe Frau Müller. Kur duhet të bëhet operacioni? Pyeti ai. Arbeni ndjeu një peshë në bark. 6 javë. Si do të merrte vesh vetë kjo grua? A keni dikë? Fëmijë, familje që mund të vi? Frau Müller tundi kokën ngadalë. Djali im jeton në Australi. Punon atje si inxhinier. Ka familjen e tij. Nuk mund të vi çdo herë që kam nevojë. Dhe nipi im në Zyrich është i zënë me punën e tij. Por duhet të ketë dikë. Ka, e ndërpreu ajo, duke e parë në sy. Ka ju. Arbeni u trondit. Unë? Por unë punoj gjithë javën, nuk mund. Nuk po ju kërkoj të lini punën, tha Frau Müller me butësi. Por ndoshta mund të më vizitoni her pas here, të më sillni blerjet, të më ndihmoni me gjëra të vogla, për 6 javë. Arbeni e shikoi këtë grua të vogël, të dobët, që kishte vetëm atë sy plot shpresë dhe dinjitet, dhe ndjeu diçka të thyhet brenda tij. Si mund të thoshte jo? Mirë, tha ai më në fund. Do t'ju ndihmoj, por me një kusht. Çfarë kushti? Nëse keni nevojë për diçka, më telefononi. Mos u përpiqni të bëni gjëra që nuk mund. Premtoni? Frau Müller shtrëngoi dorën e tij me duart e saj të dridhura. Premtoj. Gjatë 3 ditëve të ardhshme, Arbeni e vizitoi Frau Müller çdo ditë pas pune. U asillte fruta, gazeta dhe her pas here një copë çokoladë zvicerane që ajo e donte. Ato biseda në dhomën e spitalit zbuluan më shumë për jetën e kësaj gruaje se sa Arbeni kishte imagjinuar. Frau Elisabeth Müller ishte lindur në vitin 1943, në mes të luftës së dytë botërore. Zvicra kishte qëndruar neutrale, por edhe aty kishte pasur frikë, pasiguri dhe mbijetesë të vështirë. Ajo kishte rritur me një atë që punonte si zejtari dhe një nënë që qëndiste në shtëpi. Kishte përfunduar shkollën dhe në moshën 20 vjeç ishte martuar me Werner Müller, një burr të ri ambicioz që punonte në bankë. Ai ishte gjëja më e bukur që më kishte ndodhur, tregoi ajo një mbrëmje, ndërsa drita e fundit e diellit depërtonte nëpër dritaren e dhomës së spitalit. Werner ishte i butë, por i vendosur. Punonte ditë e natë për të siguruar një jetë të mirë për mua dhe për fëmijët tanë. Patëm 2 djem, Klaus dhe Martin. Klaus ishte ai që shkoi në Australi. Martin vdiq në një aksident makine kur ishte 25 vjeç. Zëri i saj u thye dhe Arbeni pa lotët që mbushnin sytë e saj të vjetër. Ai nuk e dinte çfarë të thoshte. Sa dhimbje mund të mbante një zemër e vetme. Më vjen shumë keq, tha ai më në fund. Sa më shpejt, tha doktori, javën e ardhshme nëse është e mundur. Atë natë Arbeni nuk shkoi në shtëpi. Qëndroi me Frau Müller, duke folur për gjithçka dhe për asgjë, duke u përpjekur ta largonte mendjen e saj nga frika. Ajo i tregoi për ditën kur u martua, për lindjen e djemve të saj, për pushimet në malet Alpa, për momentet që e kishin bërë të lumtur. Nëse vdes, tha ajo në një moment, nuk do të vdisni, e ndërpreu Arbeni. Nëse vdes, përsëriti ajo me vendosmëri, dua që të dini se takimi me ju ishte një nga dhuratat më të mëdha të jetës sime.
Ju më kthyet besimi në njerëzimin e mirë. Arbeni ndjeu lot që i mbushën syt. Ju nuk do të vdisni, do të kalojmë këtë bashk, premtoi. Operacioni u krye në një mëngjes të prillit. Arbeni mori një ditë pushim nga puna dhe qëndroi në dhomën e pritjes të spitalit për 8 orë të plota. Nuk hëngri, nuk piu, nuk lexoi, thjesht u ul dhe lutej. Për herë të parë në shumë vjet, lutej me gjithë zemër. Kur kirurgu doli, Arbeni u ngrit menjëherë. Si shkoi? Pyetja ime një zë që mezi dëgjohej. Mirë, tha kirurgu me një buzëqeshje të lodhur. E morëm gjithçka. Tani duhet të presim për shërimin. Arbeni ndjeu këmbët që po i lëshonin. U ul sërish dhe për herë të parë që prej operacionit, qau. Qau jo nga trishtimi, por nga lehtësimi, nga shpresa, nga diçka që nuk kishte emër. Periudha e rikuperimit ishte e vështirë. Frau Müller ishte e dobët, e lodhur dhe her pas here humbiste shpresën. Por Arbeni ishte atje çdo ditë, duke ja dhënë forcë, duke ja kujtuar se lufta nuk ishte mbaruar ende. Pse po bëni gjithë këtë për mua? Pyeti ajo një ditë, ndërsa Arbeni po e ushqente me një supë që kishte përgatitur vetë. Sepse ju keni bërë gjithçka për mua, tha ai. Çfarë kam bërë unë? Më keni dhënë një qëllim. Para se t'ju takoja, jeta ime ishte punë dhe zhumë dhe punë. Ju më kthyet ndjenjën se jeta ka kuptim. Frau Müller e pa me një shprehje që Arbeni nuk e kishte parë më parë, një përzierje dashurie, mirënjohjeje dhe diçka tjetër, diçka që po fshihej ende. Vera erdhi me një nxehtësi të papritur që bëri Lucernin të shndrohej në një qytet ngjyrash. Liçeni i 4 kantoneve shkëlqente në diellin e fortë dhe turistët mbushën rrugët e qytetit të vjetër. Frau Müller kishte filluar kemioterapin dhe flokët i kishin filluar të binin. Një ditë, ajo i kërkoi Arbenit ta ruaj krejtësisht. Dua ta bëj para se të bjerë gjithë, the ajo. Të paktën kështu e kontrolloj unë situatën, jo kanceri. Arbeni e rui me duart e drimura, duke u përpjekur të mos qante. Kur përfundoi, Frau Müller u pa në pasqyrë. Për një moment, fytyra ju nxe, por pastaj ajo buzëqeshi. Nuk dukem keq fare, tha ajo. Ndoshta duhet ta kisha bërë më herët. Ato muaj vere ishin një montanjë ruse emocionale. Kishte ditë të mira, kur Frau Müller ndjehej më mirë dhe ata ecnin në park ose uleshin pranë liçenit. Dhe kishte ditë të këqija, kur ajo nuk mund të dilte nga shtrati dhe vetëm qante nga dhimbja dhe lodhja. Por Arbeni ishte gjithmonë atje, edhe kur ishte i lodhur nga puna, edhe kur vetë nuk ndjehej mirë, edhe kur miqtë e tij e ftuan të dilte dhe të zbavitej. Ai zgjodhi Frau Müller çdo herë. Një ditë, Hans nga puna i tha: "Ti po e shkatron jetën tënde për një grua që nuk është as familja jote." Arbeni e shikoi me një shprehje të ftohtë. "Ajo është familja ime, më shumë se sa shumë njerëz që ndajnë gjak me mua." Hansi e kuptoi që nuk duhej ta ngacmonte më. Në fund të gushtit, doktori dha lajme të mira. Kanceri po reagonte ndaj trajtimit. Nëse gjithçka shkonte mirë, kemioterapia do të mbaronte në tetor dhe shanset për shërim të plot ishin të larta. Frau Müller qau kur e dëgjoi lajmin. "Zoti është i mirë," tha ajo. "Zoti është i mirë." Por pastaj, ajo e pa Arbenin me një shprehje serioze. "Herr Krasniqi, ka diçka që duhet ju them." Arbeni ndjeu një tension të papritur në ajër. "Çfarë është?" "Jo tani," tha ajo. "Jo akoma, por së shpejti, kur të jem gati." Ato fjalë enigmatike mbetën në mendjet e Arbenit për javët e ardhshme. Çfarë kishte për t'i thënë? Çfarë fshetësie mbante që nuk ishte ndarë ende? Një ditë shtatori, ndërsa Arbeni po e vizitonte, e gjeti Frau Müller duke ulur në koltukun e saj me një dosje të trash në duar. Fytyra e saj ishte serioze, pothuajse solemne. "Uluni, Herr Krasniqi," tha ajo. Arbeni u ul, ndje si një ankth të pazakont. "Çfarë ka?" Frau Müller mori një frym të thellë. "Kam diçka për t'ju treguar, diçka që kam mbajtur fshetësi për muaj të tërë, dhe kërkoni falje nëse kjo do t'ju hidhëroj, por duhej ta bëja." "Çfarë?" pyeti Arbeni, duke ndjerë zemrën që po i rrithte më shpejt. "Herr Krasniqi, Arben," filloi ajo, duke përdorur emrin e tij të parë për herë të parë. Takimi unë i parë nuk ishte rastësi.
Arbeni u ngriu. Çfarë? Unë ju prita atje. Vazhdoi ajo me një zë të qetë, por të vendosur. E dija që ju kalonit nga ajo rrugë çdo mëngjes në ato orë. Kisha pyetur njerëz në lagje për emigrant që jetonin aty. Kisha dëgjuar për ju, një shqiptar i ri, i vetëm, që punonte shumë dhe që ishte gjithmonë i sjellshëm. Doja t'ju testoja. Arbeni nuk mund të fliste. Mendja i rrotullohej. Doja të shihja nëse do të ndalonit për të ndihmuar një plak të panjohur. Vazhdoi ajo. Nëse do të hidhje kohën tuaj për dikë që nuk kishte asgjë për t'ju dhënë. Dhe ju e bët, atë ditë dhe çdo ditë tjetër që erdhi. Pse? Arriti të thoshte Arbeni. Pse më testuat? Frau Müller hapi dosjen dhe nxori disa dokumente, sepse kisha nevojë të dija nëse ju ishit personi i duhur. Personi i duhur për çfarë? Ajo i dha një dokument. Arbeni e lexoi dhe sa më shumë lexonte, aq më i madh bëhej çudia. Ishte një testament, testamenti i Frau Elisabeth Müller, dhe sipas tij, Arbeni Krasniqi po trashëgonte gjithçka, apartamentin, kursimet, investimet, gjithçka që ajo zotronte. Vlera totale ishte mbi 1,5 milion franga zvicerane. Arbeni e la dokumentin të binte nga duart. Jo, tha ai duke tundur kokën. Jo, nuk mund ta pranoj këtë. Dëgjoni, filloi Frau Müller. Jo, tha Arbeni duke u ngritur. Ju nuk mund të bëni këtë. Unë nuk ju ndihmova për para, nuk ju ndihmova për trashëgimi. Ju ndihmova sepse ishte gjëja e duhur për t'u bërë. E di, tha Frau Müller me qetësi. Pikërisht prandaj po e bëj. Arbeni ecte nervozisht në dhomë. Klaus, çfarë thot Klaus për këtë? Klaus e di, tha ajo. Ai është dakord, madje ai ishte ai që më dha idenë. Arbeni e pa me mosbesim. Çfarë? Klaus erdhi në Zvicër, jo vetëm për të më parë, erdhi për t'ju njohur ju, për të parë me sytë e tij, nëse ishit personi që unë mendoja se ishit. Ai kaloi 5 ditë me ju, duke ju vëzhguar, duke ju pyetur, duke ju testuar, dhe në fund ai më tha: "Nëna, ky burr është më i mirë se çdo trashëgimtar që mund të kishim shpresuar." Arbeni u ul sërish, krejtësisht i hutuar. Unë nuk e kuptoj. Pse? Frau Müller u afrua dhe u ul pranë tij. Sepse burri im, Werner, më la një kërkesë të fundit, në atë zarf që ju e pat në Bodrum. Ai më tha: Elizabeth, kur të vdes, mos u aly parat fëmijëve me një herë. Gjeji një person që i meriton, dikë që nuk ka asgjë, por që ka zemër, dikë që ndihmon pa pritur asgjë në këmbim, dhe atij i jep gjithçka. Sepse njerëzit e tillë janë të rrallë dhe ata e meritojnë më shumë se çdo gjë. Lotët po i rrithnin faqet e Frau Müller. Për 10 vjet, unë kërkova atë person, pyeta fqinjët, vrojtova njerëzit në rrugë, testova disa njerëz, por askush nuk kaloi testin. Disa ndihmuan një herë dhe pastaj pritnin shpërblim. Disa ndihmuan, por vetëm kur ishin duke parë. Disa as nuk ndaluan fare. Ajo e mblodhi dorën e Arbenit. Dhe pastaj, ju shfaqët, një shqiptar i ri, i vetmuar, me ëndrat e tij të vogla dhe zemrën e tij të madhe. Dhe ju nuk ndaluat vetëm një herë, ndaluat çdo herë, ndihmuat pa u lodhur, refuzuat para, dhe kur isha në momentin më të vështirë të jetës ime, ju qëndruat pranë meje, si një bir i vërtet. Arbeni qante tani. Lotët që kishte mbajtur për muaj po rridhnin pa kontroll. Ju e kaluat testin, Arben, tha Frau Müller. Jo vetëm një herë, por 1000 herë. Dhe tani, sipas dëshirës së Wernerit, gjithçka që ne kemi ndërtuar, gjithçka që kemi kursyer, është juaja. Por Klaus, filloi Arbeni. Klaus ka pasuritë të tij, tha ajo. Ai ka një karrierë të suksesshme, shtëpi, investime. Ai nuk ka nevojë për paratë tona. Por ju keni ëndra që presin të realizohen.
një kompani për të ndërtuar, një jetë për të krijuar, dhe më e rëndësishmja, ju keni një zemër që e meriton çdo mundësi për të qelur. Arbeni mbuloi fytyrën me duar. Kjo ishte shumë, tepër shumë për ta procesuar. Nuk duhet të vendosni tani, tha Frau Müller. Merrni kohën tuaj, mendoni, por të dini se ky nuk është një akt dashurie të thjeshtë, është drejtësi. Ju e meritoni këtë, Arben, më shumë se çdo njeri që kam takuar ndonjëherë. Ato javë pas zbulimit ishin më të vështirat në jetën e Arbenit. Ai nuk dinte çfarë të ndjente, lumturi, frikë, faj, çuditëri. Gjithçka ishte e përzirë në një stuhi emocionale që nuk e linte të flinte natën. Ai u tha prindërve të tij në telefon, dhe ata fillimisht nuk e besuan. Kur u bindën se ishte e vërtet, nëna e tij qau dhe i tha: "Zoti e shpërbleu zemrën tënde të mirë, biri im." Babai i tij tha: "Kjo nuk është rastësi, kjo është bekimi për dashurinë që ke dhënë pa pritur asgjë në këmbim." Dhe motra e tij nga Gjermania erdhi ta vizitonte dhe e përqafoi me lot. "Jam kaq krenar për ty, ti je njeriu më i mirë që njoh." Por Arbeni ende nuk e kishte pranuar trashëgimin. Ndjente se diçka nuk ishte në rregull, jo me Frau Müller, jo me testamentin, por me veten e tij. A e meritonte vërtet këtë? Një ditë tetori, kur fletët ishin kthyer në ngjyra ari dhe kuqe, Arbeni shkoi për një ecje të gjatë në malet përreth Lucernët. Ai u ngjit në malin Pilatus, duke marrë teleferikun deri lart, dhe ul në maj, duke shikuar në qytetin poshtë. Atje, në atë heshtje madhështore, ai mendoi për gjithçka që kishte ndodhur, për takimin e parë me Frau Müller, për çdo ndihmë të vogël që kishte dhënë, për muajt e kujdesit gjatë sëmundjes, për dashurinë që kishte ndjerë për këtë grua që nuk e kishte njohur 6 muaj më parë. Dhe ai kuptoi diçka. Nuk kishte rëndësi nëse e meritonte apo jo. Ajo që kishte rëndësi ishte se çfarë do të bënte me atë që po i jepej. Ai zbriti nga mali me një vendim të qartë në zemër. Kur arriti tek apartamenti Frau Müller, e gjeti duke lexuar një libër pranë dritares. Flokët i kishin filluar të rriten sërish, të shkurtra dhe të bardha si borë e re. "Frau Müller", tha ai duke ulur përballë saj. Ajo e pa me një buzëqeshje të butë. "E keni vendosur?" "Po", tha ai, "do ta pranoj, por me disa kushte." "Cilat kushte?" "E para, ju do të jetoni në atë apartament për sa kohë të jetoni, nuk do të shkoni askund. Është shtëpia juaj dhe do të mbetet shtëpia juaj." Frau Müller buzëqeshi. "Dakord." "E dyta, gjysma e trashëgimisë do të shkojë për një fondacion që ndihmon emigrant të rinj që vinë në Zvicër, që u jep strehim, kurs gjuhe, trajnim për punë. Do ta quaj Fondacioni Werner Müller." Lotët mbushën sytë e Frau Müller. "Werner do të kishte qenë kaq krenar", tha ajo me zë të ngrycur. "Dhe e treta", vazhdoi Arbeni, "çdo të diel do të ham drek bashk, ju, unë dhe kushdo që ftoni, sepse shtëpia nuk bëhet shtëpi nga muret, por nga njerëzit që janë brenda." Frau Müller nuk foli dot, thjesht hapi krahët dhe Arbeni e përqafoi, 2 njerëz nga botë të ndryshme që kishin gjetur njëri tjetrin në mënyrën më të pazakontë. Nëntori erdhi me reshje të lehta dhe kemioterapia e Frau Müller mbaroi. Doktori dha lajmin që të gjithë prisnin. Ajo ishte në remision. Kanceri kishte ikur. Në dhomën e mjekut, Arbeni dhe Frau Müller përqafuan dhe qanë me lot gëzimi. Lufta ishte fituar. Por ndërsa dilnin nga spitali, Frau Müller tha diçka që e bëri Arbenin të ndalonte. "Arben, ka një person tjetër që duhet të takoni." "Kush?" "Dikush që ka ndjekur historinë tonë nga fillimi, dikush që donte të ishte i sigurt se ju jeni personi i duhur." Një makinë zezë po i priste në parking. Nga makina zbriti një burr në të 60-tat me kostum elegant dhe një çantë lëkure në dorë. "Arben Krasniqi?" tha burri, duke shtrirë dorën. "Jam doktor Heinrich Weber, noteri i familjes Müller. Kam ndjekur gjithçka që keni bërë për Frau Müller dhe dua t'ju them se jam i impresionuar thellësisht." Arbeni i shtrëngoi dorën, akoma i hutuar. "Pjesa më e madhe e testamentit është tashmë në fuqi", vazhdoi noteri, "por ka një komponent tjetër që Frau Müller donte që ta dini. Werner Müller ka lënë jo vetëm pasurinë e tij, por edhe një seri letrash.
Letra drejtuar personit që do të trashëgonte gjithçka. Letra plot këshilla, reflektime dhe urti nga një burr që ka jetuar një jetë plot kuptim. Ai i dha Arbenit një kuti të vogël druri. Këto janë tuajat tani. Lexojeni kur të ndiheni gati. Atë natë, në apartamentin e tij të vogël në Kriens, Arbeni hapi kutin. Brenda kishte 10 zarfe, të numëruara nga 1 deri në 10. Ai hapi të parin. Të dashur miku im i panjohur, fillonte letra me një shkrim elegant. Nëse po lexon këtë, do të thotë se ke kaluar testin që Elizabeth dhe unë kemi projektuar. Do të thotë se ke një zemër që ne të dy e respektojmë. Do të thotë se je lloji i njeriut që bota ka nevojë për më shumë. Arbeni ndjeu lotët që po i mbushnin syt. Dua të them se ajo që ke bërë nuk ka qenë e lehtë. E di sepse edhe unë kam qenë në pozitën tënde një herë. Kur isha i ri, një njeri më ndihmoi kur nuk kisha asgjë. Ai më dha një mundësi, një punë dhe besim. Dhe ai më tha: "Werner, një ditë kur të kesh mundësi, bëje të njëjtën gjë për dikë tjetër." Unë e bëra. Ndihmova shumë njerëz gjatë jetës time, por e dija që kur të vdisja, doja që pasuritë që kisha ndërtuar të shkonin jo tek ata që u lindën me fat, por tek ata që e meritojnë me zemër. Ti je ai person. Tani, të lus mos e merr këtë si një fundim, por si një fillim. Përdore këtë mundësi për të bërë botën pak më të mirë. Ndihmo të tjerët ashtu siç ndihmove Elizabethin. Dhe një ditë, kur të vinë kohët e tua, bëje të njëjtën gjë. Gjej dikë që e meriton dhe ja jep mundësinë. Me respekt të thellë dhe besim në ty, Werner Müller. Arbeni lexoi të 10 letrat atë natë. Secila ishte plot këshilla për jetën, për biznesin, për dashurinë, për humbjen. Werner kishte shkruar historinë e tij, mësimet që kishte mësuar, gabimet që kishte bërë. Ishte sikur po njihte një njeri që kishte vdekur para se ta takonte, por që tani ndjehej më i gjallë se kurrë. Dimri i dytë i Arbenit në Lucern ishte krejtësisht i ndryshëm nga i pari. Tani ai nuk ishte më një emigrant i vetmuar që punonte për mbijetesë. Ai ishte dikush me një mision, me një trashëgimi për të mbrojtur dhe me një premtim për të mbajtur. Në janar, Arbeni hapi fondacionin Werner Müller. Qendra ishte në një ndërtesë të vogël në qendrin e Lucernit, ku emigrantët e rinj mund të vinin për ndihmë. Ai punsoi një ekip të vogël, një asistent social, një mësuese gjuhe dhe një këshilltar karriere. Në javën e parë erdhën 15 emigrant, shqiptar, sirian, afgan, eritreas, çdo njëri me historinë e tij, me ëndrat e tij, me vuajtjet e tij. Arbeni i dëgjoi të gjithë, dhe çdo herë që dëgjonte një histori, shihte veten e tij 3 vjet më parë, i vetmuar, i friksuar, por plot shpresë. Misioni im është që ndihmoj të gjeni rrugën tuaj, u tha ai atë ditë, ashtu siç më ndihmuan mua. Fondacioni u rrit shpejt. Pas 3 muajsh kishin ndihmuar 50 emigrant të gjejnë punë, strehim dhe kurse gjuhe. Pas 6 muajsh, numri arriti në 130. Mediat lokale filluan të interesonin. Një gazetar nga Neue Zürcher Zeitung erdhi për intervistë. "Herr Krasniqi", pyeti gazetari, "pse e bani këtë? Ju mund të kishit marrë parat dhe të kishit jetuar rehati për gjithë jetën." Arbeni buzëqeshi, "Sepse parat nuk do të më kishin bërë të lumtur, por të ndihmosh dikë që ka nevojë, kjo është lumturia e vërtetë." Artikulli u botua në faqen e parë dhe brenda një jave Arbeni filloi të merrte telefonata nga të gjithë Zvicra, nga njerëz që donin të ndihmonin, që donin të dononin, që donin të vullnetaronin. Fondacioni u shndërua në një lëvizje, por edhe gjatë gjithë kësaj, Arbeni nuk e harroi kurrë Frau Müller. Çdo të diel, ata hanin drek bashk. Arbeni gatuan ushqime shqiptare që ajo kishte mësuar t'i donte dhe ushqime zvicerane që ai kishte mësuar të përgatiste. Një të diel, ndërsa po hanin fondy në tavolinën e vogël pranë dritares, Frau Müller tha: "Arben, kam një pyetje." "Çfarë pyetjeje?" Kur do të fillosh të kërkosh për një grua të mirë? Je 36 vjeç, nuk je bërë për t'jetuar vetëm. Arbeni buzëqeshi, "Ndoshta, por akoma nuk kam gjetur personin e duhur." "Çfarë lloj personi kërkon?" Arbeni mendoi për një moment.
Dikush që e kupton se jeta nuk është vetëm për veten, dikush që do të ndajë misionin tim për të ndihmuar të tjerët, dikush që ka zemër si juaja. Frau Müller buzëqeshi misteriozisht. Ndoshta unë e njoh dikë. Arbeni e pa me çuditshëri. Kam një mbes, ajo quhet Ana, punon si infermiere në spitalin kantonal, 32 vjeç, e divorcuar, pa fëmijë, dhe ka një zemër të artë. Frau Müller, filloi Arbeni, thjesht takoje, tha ajo, një kafe, nuk ka obligim, por mendoj se do të përshtateshin mirë. Arbeni nuk e dinte çfarë të thoshte, por në fund pranoi. Javën vijimtare, ai u takua me Ana në një kafene pranë liçenit. Ajo ishte një grua e bukur, me flok kafe dhe sy blu të ngjashëm me Frau Müller. Por ajo që e tërhoqi më shumë Arbenin ishte ngrohtësia e saj, mënyra se si fliste për pacientët e saj me kaq përkujdesje, mënyra se si dëgjonte kur ai fliste për fondacionin. Tezja më ka folur shumë për ju, tha ajo në një moment. Thot se jeni burri më i mirë që ka takuar. Arbeni u kuq. Ajo egzageron. Jo, tha Ana me seriozitet. Tezja nuk egzageron kur, dhe nga ajo që shoh, ka të drejtë. Ata filluan të takohen rregullisht. Kafe, shëtitje, darkë. Dhe ngadalë, Arbeni ndjeu diçka që nuk ishte ndjerë për vite, mundësinë e dashurisë. Por ai nuk nxitoi. Kishte mësuar se gjërat më të mira në jetë kanë nevojë për kohë. Në qershor, Fondacioni Werner Müller organizoi një event të madh, një darkë bamirësie për të mbledhur fonde për zgjerimin e programeve. Ishin ftuar më shumë se 200 njerëz, biznesmene, politikan, aktivist dhe emigrant që kishin përfituar nga fondacioni. Arbeni qëndroi në podium duke parë sallën e mbushur plot me njerëz. Frau Müller ulej në rreshtin e parë, Ana pranë saj, të dyja duke buzëqeshur me krenari. Para një viti e gjysmë, filloi Arbeni me zë të qartë. Unë isha një emigrant i thjesht që punonte në ndërtim dhe jetonte ditë pas dite, pa shumë shpresë për të ardhmen. Por atëherë ndodhi diçka që ndryshoi gjithçka. Takova një grua, Frau Elisabeth Müller, që më mësoi se jeta nuk matet me atë që ke, por me atë që jep. Salla u mbush me duartrokitje. Sot, ky fondacion ka ndihmuar mbi 200 emigrant të gjejnë rrugën e tyre në Zvicër, por kjo është vetëm fillimi. Qëllimi ynë është të hapim qendra në çdo qytet të Zvicrës, të krijojmë një rrjet mbështetjeje që askush të mos ndihet i vetmuar, i harruar, i pa shpresë. Duartrokitjet u bën më të forta. Dhe dua të falenderoj një person, vazhdoi Arbeni, duke parë drejt Frau Müller. Gruan që më besoi kur askush tjetër nuk do ta bënte. Gruan që më testoi, jo me fjalë, por me vepra. Gruan që më dha jo vetëm trashëgimi materiale, por një trashëgimi shpirtërore, misionin për të bërë botën pak më të mirë. Frau Müller fshiu lot nga syt. Faleminderit, Frau Müller, tha Arbeni, për gjithçka. Pas eventit, ndërsa njerëzit po largoheshin, Ana ju afrua Arbenit. Ishte e mahnitshme, tha ajo. Ti je i mahnitshëm. Arbeni e kapi dorën e saj. Ana, ka diçka që dua të të them. Çfarë? Këto muaj me ty kanë qenë më të bukurat që mbaj mend. Ti më ke dhënë diçka që mendoja se e kisha humbur për gjithmonë, besimin se mund të dua përsëri. Ana buzëqeshi me lot në sy. Edhe unë të dua, Arben. Ata u përqafuan në mes të sallës, ndërsa Frau Müller i shikonte nga larg me një buzëqeshje kënaqësie. 2 vjet më vonë, në një ditë pranvere kur liçeni shkëlqente në ndjellin e butë, Arbeni dhe Ana u martuan në kopshtin pranë shtëpisë së Frau Müller. Ceremonia ishte e thjeshtë, por e bukur, me familjet e të dyve të ardhura nga Shqipëria dhe miqt nga Zvicra. Frau Müller, tani 85 vjeçe, ishte ende e fortë dhe plot jetë. Ajo ul në rreshtin e parë, duke parë me krenari ndërsa Arbeni dhe Ana shkëmbyen premtimet. Werner, përshpëritja ajo në vete, duke parë qiellin. E gjetëm personin e duhur. Fondacioni Werner Müller ishte zgjeruar në 5 qytete dhe kishte ndihmuar mbi 1000 emigrant. Arbeni kishte hapur edhe kompaninë e tij të vogël ndërtimi, ku punonte kryesisht emigrant që kishin nevojë për punë. Jeta e tij kishte ndryshuar plotësisht, por zemra e tij kishte mbetur e njëjtë, e gatshme të ndihmonte,
e gatshme të dëgjonte, e gatshme të jepte pa pritur asgjë në këmbim. Një vit më pas, Ana lindi një vajzë, e quajtën Elizabeth, në nderim të Frau Müller. Kur Arbeni e mori për herë të parë në krah, ai ndjeu peshën e përgjegjësisë, jo vetëm si baba, por si trashëgimtar i një misioni që kishte filluar shumë përpara tij. Do të të mësoj se si të jesh njeri i mirë, i përshpëriti vajzës së vogël, ashtu siç më mësuan mua. Historia e Arbenit Krasniqit dhe Frau Elizabeth Müller u bë legjend në Luzern. Njerëzit flisnin për shqiptarin me zemër ari që kishte fituar jo vetëm trashëgimi, por zemrat e një komuniteti të tërë. Por Arbeni nuk e konsideronte veten hero. Ai ishte thjesht një njeri që kishte zgjedhur të bëjë gjën e duhur, her pas here, ditë pas dite. Dhe në atë zgjedhje të thjesht, ai kishte gjetur jo vetëm pasuri materiale, por diçka shumë më të çmuar, kuptimin e vërtet të jetës. Frau Müller jetoi deri në moshën 92 vjeç. Kur vdiq, në një mëngjes dimri të qetë, ishte e rrethuar nga Arbeni, Ana dhe mbesja vogël Elizabeth. Fjalët e saj të fundit ishin: "E bëra atë që premtova, Werner. E gjeta personin e duhur." Dhe pastaj, me një buzëqeshje të qetë, ajo mbylli syt për herë të fundit. Morali i historisë: mirësia e vërtet nuk ka motive të fshehura, dhe kur e jep me zemër të pastër, universi të shpërblen në mënyra që nuk mund t'i imagjinosh kurrë, jo sepse e meriton, por sepse jeta ka mënyrën e saj misterioze të balancuarit llogarit. Dhe tani, pyetja për ju. A do të kishit ndaluar për të ndihmuar Frau Müller atë mëngjes të parë? A do të kishit vazhduar ta ndihmonit her pas here, pa pritur asgjë? A do të kishit qëndruar pranë saj gjatë sëmundjes? Dhe kur do të zbulonit se keni qenë duke u testuar gjithkohën, a do të ndiheshit të tradhtuar apo do ta kuptonit? Shkruajini në komente, sepse ky nuk është vetëm një përfundim, është një fillim i bisedës që duhet ta kemi si shoqëri.